Ende mund të dëgjoj britmën e djalit tim. Ajo shpoi ajrin si një thik duke më ngrirë në vend. U ktheva me shpejtësi dhe aty ishte foshnja ime brenda kafazit të gorillës. Zemra më ra në fund. Një gorillë masive kishte krahun e saj të trashë dhe të fuqishëm të mbështjellë rreth tij. Dhe djali im I vogël po qante, duke u shtrirë drejt meje me fytyrën të shtrembëruar nga tmerri. Përpara se të fillojmë historinë tonë, shtypni butonin e pëlqimit, sigurohuni të abonoheni dhe të aktivizoni zilën e njoftimeve që do mos humbisni asnjë histori të re. Mami, ndim, thiri ai dhe unë me zimerja frym. Çdo instinkt brenda meje bërtiste të vrapoja brenda, ta rrëmbeja atë, por isha e pafuqishme, paralizuar nga frika. Dhe pastaj, pikërisht kur mendova se po shija makthin tim më të keq duke u shpalosur, gorilla bëri diçka që theu gjithçka që prisja. Mes turmës që sa vinte rritej, stafi I kopshtit zoologjik kishte një lëvizje të turpullt. Radiot krisnin nga urgjenca ndërsa komunikonin, duke u përpjekur të koordinonin përgjigjen e tyre. Vura re Lisën, një nga antarët e stafit, duke tundur kokën seriozisht ndërsa dëgjonte udhëzimet përmes kufjeve të saj. Lëvizjet e tyre të shpejta ofronin një ngushëllim të lehtë. Sigurisht ata dinin çfarë të bënin. Megjithatë, ankthi më mbështjellte duke më kujtuar se çdo sekond kishte rëndësi. Sytë e mi lëviznin mes tyre dhe djalit tim të vogël. Shpresa dhe frika ndërronin vendet në zemrën time. Marku, një kalimtar aty pranë, nuk mund të përmbante shqetësimin e tij. Lisa, bëj diçka, nxito, bërtiti ai duke thyer heshtjen e tensionuar. Zëri I tij u ngrit mbi murmuritjet e turmës, I ngjyrë me të njëjtën frikë që ndjeja unë. Lisa I hodhi një vështrim të shkurtër dhe të vendosur. Jetmi duke u marrë me të, ju lutem, qëndroni të qetë, siguroi ajo, ndonse kapa një dridhje në zërin e saj. Tensionit qëndronin të rënda në ajër, duke u shqyer veten nga shqetësimi ynë kolektiv. Një qetësues është rrugës, shpalli ajo duke ngritur zërin për të dëgjuar mbi murmuritjet e shqetësuara. Fjalët e saj ishin njëherësh qetësuese edhe të frikshme. Na duhet që të gjithë të qëndrojnë të qetë. Lëvizjet e qëllimshme të stafit u blinin kohë dhe më sillnin një val tjetër ankthi. Mund të ndjeja pasigurinë që më gërryente, por vendosmëria e Lisës ofronte një rrezë shprese se ndoshta, vetëm ndoshta, mund ta shinim Noan të sigurt përsëri. Pritmat e Noës ishin gjithçka që mund të dëgjoja, duke e huar në hapësirën e hapur dhe secila ndjej sikur po tërhiqte zemrën time në çdo drejtim. Zëri I tij I vogël tinkëllonte aq I brisht mes kaosit. Mami, përspërirte ai, qartë, pavarësisht distancës. Turma ra në heshtje duke dëgjuar lutjet e tij. Fokusimi ynë kolektiv u përqendruar te fëmia im dhe situata e tij e rrezikshme. Kjo ishte një provë e durimit dhe besimit. Një betejë mes dëshirës për të vepruar dhe nevojës për të besuar te stafi I kopshtit zoologjik. Në dëshpërim, skanova kafazin për çdo gjë që mund të kishin anashkaluar, çdo gjë që mund të na ndihmonte të arrinim te Noa më shpejt. Muret dukeshin të pamundura për t'u kapërcyer dhe gorilla, ndonse e qetë, ishte një pranie frikshme. Ajo qëndronte vigjilente sikur të kuptonte seriozitetin e situatës. Shufrat që likum që më ndanin nga djali im, ndiheshin si humner që nuk mund ta kaloja, por nuk mund të humbja shpresën. Ja kur gjithçka brenda meje bërtiste se do ta zgjidhnim këtë. Lisa tani ishte mbledhur me një antar të tjetër të stafit, duke përshpëritur shpejt, ndërsa skiconin një plan. Ajo më shikoi duke u përpjekur të ofronte një tundje qetësuese përpara se të vazhdonte diskutimin e saj. Çfarëdo që po diskutonin, stomaku im u shtrëngua nga mendimi se çfarë mund të nuk kuptonte për Noan. Minutat dukeshin si orë, ndërsa ata finalizonin strategjinë e tyre. Gjithçka që doja ishte të mbaja djalin tim, ta shija të sigurt dhe të shëndosh. U përgatita për çdo gjë që do të vinte më pas. Na duhet ta bëjmë gorillën të lëviz, thiri Lisa te ekipi I saj dhe zëri I saj ishte I vendosur. Ata tundën kokën duke kuptuar operacionin delikat në dorë. Kuptova atëherë se gjithçka varen nga gatishmëria e gorillës për të bashkëpunuar. Ideja për ta joshur larg ishte njëherësh e frikshme dhe nevojshme. Të gjithë shikuam ndërsa stafi përgatitej, duke vendosur me kujdes hapin e ardhshëm, çdo lëvizje kujdesshme për të mos trembur krijesën. Shpresa ndizej në gjoksin tim krahas frikës nga gabimet. Ju lutem, të gjithë qëndronin mbrapa, nxiti Marku, duke marrë një rol të pashprehur për të menaxhuar turmën. Zëri I tij ishte I qartë dhe çuditërisht I qetë.
Me një autoritet të heshtur, ai siguroi që askush të mos bënte diçka që mund të provokonte gorilën ose të rrezikonte më tej Noan. Përpjekjet e tij ndihmuan në mbajtjen e panikut të turmës në kontroll, duke lejuar që fokusi të mbetej te plani i stafit të kopshtit zoologjik. Ishte një ekuilibër i tensionuar për të mbajtur qetësinë përballë të panjohurës ndërsa të gjithë lutnin për një mrekulli. Ajri ndihej i rënd sikur gjithçka po ngadalsohej. Të gjithë përreth dukeshin se po mbanin frymën, sikur të gjithë të kuptonin sa delikat ishte ekuilibri këtu. Disa përshpëritën nervozisht, të tjerë thjesht shikonin Noan dhe gorilën. Nuk mund të humbja fokusin e djalit tim. Të gjithë qëndronin aty duke shpresuar dhe lutur për një kthes pozitive, ndërsa çdo sekond duke se zgjatej më shumë se fundit. Ishte lloj tensionit që pothuajse mund ta prekje. Ka pas sytë e Noas që më shikonin drejt për drejt. Ai dukej aq i vogël, aq i pafuqishëm, por ishte diçka në shikimin e tij që kërkonte që unë të qëndroja e fortë. Të gjithë duhet të mbanin veten për të. Mami, çfarë bëjmë? Sytë e tij sikur më pyesnin. Mora frym thellë, duke tundur kokën lehtë, duke u përpjekur të jepja një premtim të heshtur se gjithçka do të shkonte mirë, dhe nëse nuk isha e sigurt vet. Marku u afrua më pranë, duke u përpjekur të ofronte një farë sigurie. Ata I kanë trajtuar gjërat si kjo më parë, tha ai qetësisht, duke I drejtuar fjalët e tij mua dhe disa të tjerëve aty pranë. Ata dinë çfarë bëjnë. Toni I tij ishte I qetë dhe I vendosur, me qëllim të shqetësonte më shumë se thjesht nervozizmi tim. Zemra ime donte t'i besonte, kështu që tunda kokën. Megjithatë, nuk mund të hiqja qafe nervat. Çdo copës inkurajimi kishte rëndësi në atë moment. Lisa u afrua më pranë kafazit. Hapat e saj ishin të matura dhe të qëllimshme. Ajo mbante radio në buzë duke murmuritur diçka te një koleg. Nuk mundi të dëgjoja fjalët e sakta, por mund të shija vendosmëri në sytë e saj. Ajo vazhdonte të hiqte vështrimet e gorilla dhe Noa, duke u siguruar që nuk humbiste asnjë ritëm. Kjo më bëri të mbaja një copës shpresë, duke shpresuar se ajo kishte një plan të qartë që po zhvilloi në mendjen e saj. Gorilla bëri një lëvizje të vogël, pastaj sikur po rregullonte pozicionin e saj. Bërthimi I saj mbi Noa nuk ishte aq I fortë sa më parë. Lisa sinjalizoi një antar të stafit që mbante një batanie të madhe, një mashtrim për të tërhequr vëmendjen e gorillës. Qëllimi ishte të jepte Noas një shans për t'u liruar. Shikova me tension në rritje, duke shpresuar që kurioziteti të punonte në favorin ton. Pastaj gorilla lëshoi një gërhitje të thellë. Jo një ulërim, vetëm një tingull I rënd rezonant. Të gjithë ranë heshtje duke mbajtur frymën. Qëndroni të qetë, udhëzoi Lisa butësisht. Çdo person u tërhoq ngadalë, I vetëdijshëm se lëvizjet e papritura mund të shkaktonin katastrofë. Heshtja u bë një disiplinë e përbashkët, pjesa jon për të mbajtur paqen. Marko sugjeroi të krijonin më shumë hapësirë. Toni I tij qetë kishte kuptim, duke I dhënë gorillës hapësirë mund të ndihmonte në lehtësimin e tensionit. Ne ju bindëm, duke u tërhequr me kujdes. Marku, duke u përpjekur të na ngushëllonte, përmendi se kishte parë diçka të ngjashme më parë dhe se kishte përfunduar mirë. Një copës e vogël sigurie, por e mjaftueshme për të më ndihmuar të merrja frymë lehtë. Koha zgjatej sikur të kishte ngadalësuar në një zvarritje. Një gërhitje e lehtë nga gorilla bëri që Noa të trembej. Lisa kapi ndryshimin menjëherë dhe hodhi një vështrim të shpejtë e mara, duke sinjalizuar se diçka kishte ndryshuar. Gorilla arnoi kokën, pothuajse sikur po tregonte diçka të fshehur. Lisa u afrua më pranë, kurioziteti I saj u mpre. Po e bën këtë shpesh, përshpëriti ajo. Toni I saj ishte I mbushur me intrigë. Sjellja tërhoqi vëmendje nga Noa dhe nxiti një urgjencë të re me stafit. Me gjestet e gorillës që po bëshin më të shpeshta, fokusi I ekipit ndryshoi. Lisa u mblot shkurtimisht me të tjerët, ndoshta ka diçka që na ka shpëtuar, tha ajo. Lisa dhe stafi u afruan drejt zonës së interesit. Kujdes, tha ajo duke skanuar tokën ndërsa lëviznin me zgurëve. Marku përkul. Mendon se ka gjetur diçka? Shikonim ekipin duke kërkuar me zgurëve, duke u përpjekur të kuptonin kthesën. Stafi kontrolloi zonën ku gorilla kishte treguar. Ajo shikonte Lisën dhe të tjerët nga afër. Vëmendja e saj ndahej mes Noas dhe kërkimit që po zhvillohej. Çdo rraje zemre ndihej më e rëndë. Të gjithë ishim në buzë, duke pritur se diçka do të zbulohej. Pa para lajmërim, gorilla lëvizi duke tërhequr të gjithë syt. Lëvizja e saj sugjeronte udhëzim, duke treguar përsëri drejt gurëve. Stafi u përkul përpara, kurioziteti I tyre u ndes përsëri.
Ndjej sikur diçka e rëndësishme ishte vetëm jashtë mundësive dhe gorilla po na ndihmonte ta shihnim. Pastaj, Lisa ndaloi dhe gishtat e saj prekën diçka metalike. Gjita diçka këtu, shpalli ajo. Të gjithë u ndalën. Nga një cep me gur, një shkëlqim metali u shfaq. Ne u përkulëm duke mbajtur frymën. Diçka ishte gjetur, diçka që gorilla donte që ne ta shihnim. Dhe me të, një copë e re enigmës ra në vend. Varsja e vogël qëndronte zbuluar duke tërhequr të gjithë vëmendjen. Dhe mes tensionit, një ndjenjë qendriufi u përhap me smesh. Kjo nuk ishte thjesht një gjetje, ishte një copë që mungon dhe që në fund u vendos në vend. Stafi ngriti me kujdes medaljonin e vjetëruar dhe sipërfaqja e tij kapti dritën. Ai shkëlqente dobët duke mbajtur një rëndësi pothuajse surreale. Murmuritë e tij huan rreth nesh, ndërsa turma u përkul. Marko dhe unë e njohëm me një herë. Lotët më mbushën syt. Ajo varsja i përkiste babait të Noas. Një val kujtimesh dhe kuptimi u ngjesh në atë copës metalike. Lisa dhe Stafi u mblodhën rreth saj duke përpjekur ta përpunonin. Një antar i stafit konfirmoi se ajo i përkiste një kujdestari të zhdukur të kopshtit zoologjik. Unë mora frymthell, e mposhtur nga kuptimi. Kjo nuk ishte një rastësi. Varsja ishte pjesë e diçka shumë të madhe. Marku vrenti vetulla duke kujtuar histori. Babai Noas e mpante këtë çdo ditë, tha ai, dhe zëri i tij ngjyrë me emocion. Kjo lidhje, gorilla, varsja, Noa filloi të formonte një pamje më të qartë. Lisa fshiu ballin dhe mblodhi ekipin. Le ta nxjerrim Noan të sigurt, tha ajo me qetësi të fokusuar. Qetësia e saj e qëndrueshme stabilizoi grupin ndërsa përgatiteshin për lëvizjen e ardhshme. Noa shikoi varsjen dhe sytë e gjerë ishin me njohje. Frika u kthye në kuriozitet. Mami, e di çfarë? Pyetja ai butësisht, dhe zëri i tij ishte i mbushur me çudi që ndezi diçka të ngrohtë në mua. Buzëqeshja mes lotëve e manitur nga forca e tij. Pastaj, gorilla ngadalë lëshoi bërthimin e saj. Një qetësi zëvendësoi tensionin e saj të mëparshëm, sikur paqja kishte mbërritur më në fund. Me kujdes ekipi u afrua. Gorilla shikoi nga Noa te ne. Shpreha saj pothuajse ishte e ditur. Ata më dorëzuan Noa në krah. Unë mbajta fort, e mposhtur. Lotët mi turbulluan shikimin. Faleminderit për shpërita për të gjitha dhe gjithçka që e kishte mbajtur të sigurt. Rreth nesh turma lëshoi një frymëmarrje duke ndarë mrekullin. Lisa dhe Marku qëndronin pranë meje ndërsa shikonim gorillën të tërhiqej tani e qetë. Pse ishte kaq e investuar, tha Marku. Kafshët ndjejnë më shumë se ne, u përgjigj Lisa. Zëri i saj ishte i menduar. Kishte një mirëkuptim të pashprehur mes të gjithë neve se gorilla kishte qenë më shumë një kujdestare se sa një kërcënim. Ndërsa largoheshim, varsja ndje më rënd në dorën time, jo nga pesha, por nga kuptimi. Baba yt e donte këtë, i thash Noas. Gishtat e tij të vegjël u shtrin për të. Sjellja e çuditshme e gorillës tani dukej e qëllimshme, sikur ajo kishte kujtuar, sikur kishte ditur. Duke mbajtur Noan, përshpërita një falënderim të heshtur për krijesën që na kishte ndihmuar. Turma u shpërnda, por unë qëndrova, duke lënë momentin të qetësohej. Gorilla na dha një vështrim të fundit. Në atë shikim kishte diçka pa fjalë, diçka të vërtetë. Dhe ndërsa u nisëm për në shtëpi, unë mbaja varsën fort. Johona e qetë e një kujdestari të papritur ende me ne.